Babloku është poezia e ardhur nga poeti i mirënjohur Roland Beqiraj. Nuk e se si të mos mbushesh me emocionet, duke kaluar nga një poezi në tjetrën. Dhe Babloku është një ndër poezitë të cilët unë ndala dhe dua ta sjell mes dëgjuesve. I uroj sinqerisht poetit urime për poezitë e tij të bukura. E pra, kjo poezi sot ka titullin Babloku. Ishte 30 mars, e hënë në mëngjes, kur mora detyrën që ndrova serbes. Shefi më njoftoi po të pret saranda, po vija vërdall, si arush i panda. Mu zverdh fytyra, u bëra si ftua, gurmazi mu tha, po më trashe gjua. Më duk se në luft shefi po më niste, kujdesu për veten, po më porosiste. Ditën e gënjeshtrës u nisa pak dhirë, sytë nuk mu hapën, këmbët më ishin mpirë. Sa e lam Tiranën, na ndaloi ushtria, shkuam në Sarand, na priti policia. I pari policëve kishte rroba Badoku, filloi të bërtiste, këtu jam Babloku. Rastësisht më merr shefi në telefon, më pyeti ku je. I thash, në rajon. Skalojnë as 5 minuta dhe të lirë në lan, Babloku ngrit, po turet Iran. Një telefonat ja prishi suran, ju zmadhuan syri, ju bës si filxhan. Urime poet, urime. E pra, poeti që di të fal emocione është Roland Beqiraj.